Kryeministri Nikola Gruevski nuk zbulon idetë për dalje nga kriza të cilat i ka përgatitur VMRO DPMNE dhe të cilat të martën do t'ja prezentoj komesarit Han. Ai nuk deshi të zbuloj asgjë në lidhje me këto ide konstruktive, siç i quan vet Gruevski. Ćemo i kažeme na Han. A što se odnesuvat? Na nego ćemo kažeme to. I pyetur nëse zgjedhjet e parakohshme mund të jenë kompromis për daljen nga kriza, Gruevski tha se tani për tani nuk planifikon një gjë të tillë. Za sega takvo nešto ne planiramo. Gruevski i quajti spekulime dhe ambicie jo reale zërat se Nikola Todorov do të jetë në krye të qeverisë kalimtare. Ai edhe një herë ka riteksuar se qeverinë mund ta formojë vetëm populli përmes zgjedhjeve, duke refuzuar çfarëdo lloj qeverie të mundshme kalimtare, gjë që është kërkesa kryesore e opozitës. Razmislim se kako da odgovoram, dokoliko odgovoram mnogo. Mendoj tani si të përgjigjem. Nëse përgjigjem seriozisht, dikush do të mendoj se ka të vërtetë në atë me krijimin e qeverisë dhe se ministra dhe kryeministrin do ta zgjedhë LSDM-ja. Nëse përgjigjem vetëm me buzëqeshje, mund të keq kuptohem. Prandaj do të them se LSDM-ja duhet të mësoj se ministra dhe kryeministër do të mund të zgjedhin atëherë kur do t'i fitojnë zgjedhjet, kur ta fitojnë mbështetjen e shumicës së qytetarëve të Maqedonisë. Deri atëherë nuk do të kenë mundësi të zgjedhin as ministër e as kryeministër, pasi nuk e kanë besimin e nevojshëm nga shumica e qytetarëve. Kjo është çështja kryesore në një demokraci. Para takimit të liderëve me komisarin për zgjerim Han, janë realizuar 3 takime liderësh në Shkup dhe 1 në Strasburg, të cilat kanë rezultuar pa sukses, pasi krerët e partive nuk arritën të bien dakord as për kornizën e bisedimeve.